Jemi në çastin e fundit të vaktit të iftarit, Zoti na pranoft lutjen dhe ditën e agjerimit. Si ëmbëlsirë për këtë iftar do përgatis tamoloris. Në fillim do e zi vetëm tamolorizin me ujë dhe më pas do ja hedhi qumshtin. Kështu në një tenxhere hedhim orizin, kështu e hedhim në tenxhere dhe ja shtojmë 500 ml me ujë. E zim orizin derisa orizi të shterët uji plotësisht duke e përzierë kështu vazhdimisht. Orizit ju ka shterur uji, tash ja shtojmë qumshtin. Dhe ja shtojmë një vanilë sheqeri për aromë. Ja shtojmë tash, kur t'ja shtojmë qumshtin që ta merr mirë aromën e vanilës dhe përzijem kështu masën mirë, që orizi mos ngele topka. Dhe kështu tamolorizin e zijem në temperaturë të ulët për 40-45 minuta, duke e përzier her pas here derisa tamolorizi të trashët dhe më pas do ja hedhim sheqerin. Si t'lia që është trashur, tash është gati për m'ja hedhur sheqerin. Dhe tamolorizin do e kaloj nëpër pjata ku do bëhet servimi, do e kaloj kështu në pjata dheu, tamam i përshtatet dhe iftarit. Pra një iftar tradicional nga ëmbëlsira në pjatën kryesore në gjitha. Hedhim kështu, i lojmë që të ftuhen dhe si t'lijaçat janë gati. Derisa ëmbëlsira është në ftohje, ne përgatisim menyn kryesore të këtij iftarit. Tu kam një pulë, cilën do e ndoj në 2 pjesë. Pra shumë shpejt përgatitet ky iftar. Bëhet kur jeni në ngut, kur keni mysafir, vërtet bëhet i shishëm dhe i shpejt, i mirë. Pulën e kam ndarë në 2 pjesë, atëherë bëjnë marinimin e saj, në njërin tjetër formuj marinatën. Tu kam një lugë gjelle me biber të kuq, një lugë gjelle me veget dhe një lugë të gjellës jo të mbushur plot, me erza apo me elmeza të cilat janë për mish pule, i hedhim në një dhe ja shtojmë një filxhan me vaj dhe vetëm se e përzim mirë masën. Kështu dhe më pas do e lyhem pulën. Kemi përzir masën mirë, tash e lyjm pulën. Kështu. Mirë. E hedhim gjithë marinatën, bymishin e pulës. Ende nga ana tjetër. Dhe marinimin kështu me anë të duarve përhapi mirë nëpër sipërfaqen e mishit të pulës. Mundohemi ta bëjmë çdo cep me marinim. Kemi bërë lyrjen e gjithë pulës nga gjitha anët, atëherë i shtojmë pak ujë, dikon rreth 150 ml me ujë, ose se shmjaftueshëm. Marrim një letër përpjekje të lagur me ujë dhe ja vendosim kështu pulës sipër dhe e fusim në zjarr të nxehtë 250 gradë. Të kam nxehtë furrën rreth 1 ore që të bëhet pjekja e mishit pulës. Tash i përgatisim patatet derisa pula është në pjekje. Këtu kam 650 gram me patate, të cilat i kam pastruar nga lëvurja dhe i kam prerë në feta kështu të holla. Ja hedh rreth 200 gram me këpurdhra të freskëta. Vërtet bëhet shumë e mirë kështu në tava.
Kur ta hedhim, i hedhim melmeza, një lugë mesme me origano, një lugë e gjysmë të mesme me vegetë dhe një lugë të mesme me biber të kuq. Shtojmë vaj, shtu dikon rreth 40 ml ose 3-4 lugë gjelle. Shtojmë 150 ml me ujë të kripur dhe pak ujë shtojmë. Dhe vetëm se e përzi mirë masën kështu me dorë, që të bëhen gjithë patatët me melmeza dhe me ujkën e kripur. Ndohemi ta bëjmë përzierjen mirë. Kemi vendosur patatët nëpër tava, atëherë ja hedhim salcën, cila ka ngelur në tepsi, sipër kështu. Këtë dyja të hedhim. Mundohemi mirë t'ja hedhim këtë dyja. Dhe tavat i fusim në zjarr për 40 minuta. Gjithashtu për iftar do përgatis petulla, nuk do përgatis për këtë iftar bukë. Petullat shpejta, lehta, nxehta shkojnë shumë. Filloj me përgatitjen e petullave të gjata. Pra, kështu në një enë më të madhe i hedhim 2 vezë. Shtojmë një lugë të mesme, me kryp. Dhe masën e përzijem pak, kështu, me një tel kuzhine. Ja shtojmë një pluhur përpjekje, ndihmon që të aktivizohen vezët. E përzijem. Kam përzijer mirë masën, tash ja shtoj 250 ml me jogurt. Ose me kozë, varet çka ju qëllon në shtëpi. E përzijmë përsëri masën dhe ja shtoj millin. Gjithsej na nevojiten 550 ose 600 gram me mill për këto masa të petullave. Brumi përzihet në fillim me lugë dhe më pas fillojmë që ta punojmë me dorë. Shtojmë dhe pjesën tjetër të millit. Nuk e shtoj millin për një herë, këtë mënyrë e kontrollojmë trashësinë e brumit. Dhe e punojmë brumin kështu me dorë derisa të bëhet mbledhja. Përmohet një brum mesatarisht i trashë. Kam punuar brumin dikon 3-4 minuta, ka dalë një brum i butë, jo shumë i fortë, dhe enën ku ndodhet brumi e mbulojmë dhe lajmë që të pushojë për 20 ose 25 minuta na vjen dhome brumi. Brumi ka pushu mjaftueshëm, atëherë largojmë nga ena dhe e kalojmë tavolinën e punës. Dhe brumin e rrokollisim kështu në mill, duke e ngjeshur me duar. Hedhim mill sa herë që ka nevojë dhe brumin fillojmë që ta hapim me anë të shkopit për gatim, duke ja dhënë një trashësi rreth 1 cm. Gjatë hapjes brumin e kthejmë herë nga njëra anë, herë nga tjetra. Mundohemi që t'ja japim formën në një drejtkantshi kur ta hapim tash brumin, që t'i bëhet prerja më e mirë petullave. Kemi hapur brumin në trashësinë e duhur dhe ja kemi dhënë formën e dëshiruar. Atëherë do bëjmë prerjen, pra kështu në forma të zgjatura. Pasi kemi bërë prerjen e petullave, atëherë do i fërgojmë në një tigan, hedhim vaj, hedhim dikon rreth 300 ml me vaj, besoj se është mjaftueshëm.
Dhezim zjarrin dhe në temperaturë mesatare nxehim vaj i mirë. Vaji ka fillu që të nxehet, atëherë bëjmë përgimin e petullave. Kështu i vendosim në vaj. Temperatura duhet jetë në të mesmen. Dhe njëherë petullat i fërgojmë nga njëra anë dhe më pas i kthejmë nga ana tjetër, në mënyrë të njëjtë i fërgojmë gjithë petullat. Petullat janë skuqur nga njëra anë, atëherë i kthejmë nga ana tjetër dhe nga ana tjetër, kështu ja japim një skuqje. Fërgojmë kështu ka 2-3 minuta nga njëra anë dhe pastaj i kthejmë nga ana tjetër. Pa tjetër se për iftar do na nevojitet turshi apo sallat. Tu kam sotuar pak sallatë jeshile dhe i kam hedhur kështu qep të njoma, ja shtoj pak krip, një lugë jo të mbushur plot gjellës, me uthull molle, unë e kam përgatitur vetë në shtëpi, dhe ja shtoj një lugë e gjysmë të gjellës me vaj, dhe vetëm se e përzi sallatën, dhe iftari është gati për ta servuar. Jemi vetëm disa qaste para iftarit dhe në fund na ka ngelur supa. Këtu kam lëng mishit viçit, rreth 1 litër, dhe do ja shtoj një supë të gatshme, supë lope kështu të gatshme. Ja shtoj një paketim, e përzi masën dhe e zi vetëm dikun 6-7 minuta, ja uli pak temperaturën dhe supa do jetë gati. Jemi vetëm disa minuta para vaktit të iftarit, tash do e servojmë sofrën. Jemi në çastin e fundit të vaktit të iftarit. Zoti na pranof lutjen dhe ditën e agjerimit. Besoj si u ka pëlqyer motra dashura mënyra se si kam përgatit këtë iftar tradicional. Gjithë ju që do e përgatisni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Kurse ju motra që më përkrahni në video vazhdimisht, ju falinderit. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.